shfrytëzim i madh, gjithnjë nëse qëllimi është po aq i madh për të arritur majat në karrierë, por forma që zgjodhi në krijimin e një precedenti juridik të paprecedent, më shumë e largon se sa e afron në synimet e tij. Në një vendim te çdo procedure, gjyqtari i gjykatës së Tiranës, Flamur Kaplani, vendosi të mbaj anën e biznesmenit Dionis Teqja, i cili kishte kërkuar sigurim pa dije për të urdhëruar fshirjen e të gjithë shkrimeve dhe publikimeve digjitale mbi shpalljen e tij në kërkim, pasi nuk paraqitej në gjykatë për një çështje civile të padituar nga ortakut në biznese. Deri në këtë pikë njihet drejt edhe pa të drejtë e biznesmenit që pretendon cënim imazhi, por në të drejtën e tij për të kërkuar gjithçka qoftë edhe jashtë logjikës procedurale, gogullat e shortit përcaktuan gjyqtarin Flamur Kaplani në shqyrtimin e padis. Përfundimisht Kaplani vendosi të pranojë sigurim pa dije, duke dalë në përfundim se lajmet ishin të rreme dhe urdhëruar fshirje në 10 media të çdo materiali të publikuar ndaj biznesmenit. Në korridoret e gjykatës së Tiranës, emri Kaplanit po qarkullon si kryetar i ardhshëm. Po kush i ka premtuar këtë post kaq të rëndësishëm gjyqtarit, që del në përfundime pa shqyrtuar një çështje në themel, duke shkelur procedurën? Padia mund të jetë njëra ana, po një person me mungesë dije a mund të jetë në krye të gjykatës me numrin më të madh të shqyrtimit të çështjeve në vend? Një post fitohet me karrierë, shembuj se ke ditur ta bësh mirë punën, vizion dhe mbi të gjitha integritet. Pikpyetja më e madhe nëse janë të shkrira të gjitha vlerat tek njeriu që ka mbushur gjykatën me theshëtheme se do jetë kryegjyqtar dhe nga ana tjetër shfaqet modest, mbetet ende në ajër. Por duket se kësaj radhe Zoti Flamur i ka bërë gabim llogarit. Në fund mund t'i mbesi vetëm shkopi dhe çohën ta marrë era si ëndra e një nate vere.